Po të ishin hapur dosjet e ish sigurimit, do të kishin parë plot spion sigurimi që na kanë qarë trapin prej 35 vitesh si protagonist, themelues dhe dhjetorist çdo 8 dhjetor, e që u bashkuan me studentët, jo si spion me porosi dhe urdhër të PPSH-s. Sot, 35 vjet nga 8 dhjetori 1990, vazhdon në njëjti avaz, por me disa ndryshime. Ata që ishin ulur në 2020 në prerë të lulit, janë ulur në 2025 në prerë të mulit. Respekt dhe mirënjohje për të gjithë kontribuesit e atij 8 dhjetori, që nuk kishin lidhje me PPSH-n dhe sigurimin dhe u ngritën me kuraje shpirt, pa porosi të pushtetit e urdhër të padrinove. Kush na e vodhi këtë datë? Një ditë e shenjtë në histori që solli pluralizmin formal shqiptar pas 45 vitesh diktaturë komuniste. Një datë historike që prej 35 vitesh u vodh e u shpërdorua nga qëllimi real i rëndësisë që mban formalisht prej 35 vitesh kjo datë. Unë kurrë nuk do ta ndaj 8 dhjetorin 1990 me lindjen e partisë së parë opozitare, të Partisë Demokratike, sepse lindja e PD i hapi rrugët pluralizmit dhe data 8 dhjetor 1990 pa pluralizmin do të ishte një ditë e zakonshme dhe shumë e vogël përpara 8 nëntorit 1941 që krijoi Partinë Mostër dhe mostrat e asaj partie kanë 35 vite që u lërinjën si demokrat. Ëndrat e 8 dhjetorit 1990 të prera në bes nga neokomunistët që privatizuan pa tapi mllefin dhe revoltën e shqiptarëve 46 vjeçar. 8 dhjetori nisi në qytetin e studentëve, vazhdoi në pallatin e brigadëve ku në takim me Ramiz Alin në emër të studentëve shkuan shumë pak studentë dhe pedagog, jo spion të sigurimit të shtetit. U përzgjodhen me kujdes sekretarët e rinisë së fakulteteve dhe disa pedagog me çengela në hund. U devijuan në shtëpitë e ish familjeve të bllokmenëve, ku u mblodhën komunistët dhe spionët e porositur për të marrë frenat e partisë së parë opozitare, që po lindte nga urrëtia 46 vjeçare e shqiptarëve dhe prej 35 vitesh kaloi pa u ndjerë. Fiks në ndërtimin e atyre që më 8 dhjetor 1990 ose ishin kundërshtar ose ishin kurioze fëmijë kopshti të prindërve komunist. Prej 35 vitesh, idealistët e 8 dhjetorit 1990 janë përdorur, janë mashtruar, janë zhgënjur nga hajdutët që vodhen rëndësinë e kësaj date, ose një pjesë e atyre janë adaptuar me filozofinë e servilizmit, ndaj kujdo hajduti që ka drejtuar tufën grabitçare që vodhen 8 dhjetorin e vitit 1990. Statuti i parë i partisë që lindi nga 8 dhjetori 1990 u shtyp në shtëpinë të ndjerit Gramoz Pashko, ish familje komuniste dhe bllokmenësh, ku rreth atij kompjuteri qëndronin në shumicën ndërmuese komunistë dhe spion të sigurimit. Më 31 mars 1991, Partia Demokratike fitoi 74 deputet nga 250 gjithsej, ku shumica ishin antar të PPSH-s dhe spion sigurimi në 16 rrethe. PD nuk fitoi dot asnjë deputet. Dibër, Fier, Gramsh, Gjirokastër, Kolojnë, Kukës, Librazh, Pogradec, Puk, Sarand, Skrapar, Tepelen, Mat, Mirdit, Përmet, Tropoj. Shpejt u fut në qeveri me PPSH-n në një qeveri teknike. Më 22 mars 1992, mori brenda vetes Gjinushin, që në takimin me studentëve dhe Ramiz Alis ishte në krah të Ramizit. Për 4 vjet rresht zbatoi dekretin e Ramiz Alis të gushtit të 1991 për ligjin 7501 ose reformën agrare numër 2, si dhe privatizoi të gjitha njësitë tregtare në çdo cep të Shqipërisë, atyre që i kishin, pra armatës së spionëve të sigurimit në çdo fshate, çdo lagje. Për 5 vite rresht 1992-1997, qeverisin në shumicën ndërmuese me ministra ish komunist dhe ish spion sigurimi. Në zgjedhjet e 26 majit 96, largoi nga kandidimi për deputet rreth 35 deputet të viteve 92-96 që vinin nga shtresat e të përndjekurve politik dhe nga burgjet e komunizmit, duke i zëvendësuar ata me figura nga Kino Studio Shqipëria Sot. Në vitet 97-2005, kur kaloi në opozit nga revolucioni i bandave të armatosura në drejtimin e plerave të politikës, u rikthye nga halli tek palca reale antikomuniste për të mbijetuar dhe për të ringritur. Dhe sapo i buzëqeshi ringritja dhe po i afroi pushtetit, thirri në pushtet në vitet 2005-2013, ish drejtues të bandave të komiteteve 97-2001, ish tankist të asaj kohe dhe ish ministra të PS në vitet 97-2005, spurdhjak në emër të Kopit dhe emigrant nga radhët e Gopit. 4 vjet 2009-2013 qeverisi bashkë me një tufë tjetër komunistësh të rebeluar nga PPSH në vitin 2003, që më 1 prill 2013 do t'i quante me të drejtë Aleanca e Qelbësirave. Në 3 vite 2013-2016 u rikthye nga ata të cilët nuk e kishin braktisur kurrë PD-n kur ajo binte në opozit dhe pothuajse të gjithë kryetarët e degëve të PD-s në rrethe ishin demokratë.
demokrat, jo spurdhjak të kopit e hajdut të gopit. Në vitin 2016, duke menduar që po vinte në pushtet, i largoi pothuajse të gjithë kryetarët e degëve të PD-s në rrethe për të rikthyer spurdhjak kopi apo hajdut gopi. Në vitin 2017, qeverisi 4 muaj bashkë me PS-n dhe hyri në zgjedhje me një listë deputetësh miks dhe fotokopje e keqe e kopit dhe gopit, nga pseudo-kop dhe pseudo-gop, duke larguar kopist e gopist origjinal, dhe në tetor 2018 zgjodhi një këshill kombëtar dhe kryesi që janë kopil hibride dhe të neveritshme, sa të kopit dhe sa të gopit. Në qershor 2020, pasi mashtroi demokratët se do përmbyste Ramën dhe inkurajoi kopist e gopist të rinj se do të ishin deputete kryetar bashkish, krijoi komisionin e Pampersit, siç e quajti Doktor Kosova, për të zgjedhur kandidatët e rinj për deputet, sa nga kopi aq nga gopi. Dhe kur e sheh në krye të partisë që u lind nga revolta e 8 dhjetorit 1990 të një mllefit 45 vjeçar të akumuluar të shqiptarëve, janë kopist, gopist, llapist dhe të nënshtruar e servil që duart rokasin, shajnë, lavdërojnë, përbuzin, urrejnë apo simpatizojnë vetëm ata që u jep si porosi kryetari. Më lind dyshimi se 8 dhjetorin ose na kanë vjedhur prej 35 vitesh dhe ne kemi përuritur hajdutët, ose ka qenë një mashtrim i madh dhe një lojë pist komunistësh, sipas Katovicës e realizuar me përpikmëri. Nuk po shkruaj emra për ta konkretizuar këtë fenomen, se do më duhej të bëja roman. Unë personalisht kam qenë pjesë e pushtetit të PD-s nga vitet 92 deri në 96. Kam qenë deputet i PD-s në vitet 97-2001 dhe në Këshillin Kombëtar 97-2005. Nuk kam qenë në asnjë cep të pushtetit të administratës gjatë viteve 2005-2013. Jam kthyer si kryetari i degës së PD Lushnje në vitet 2014-2019, megjithse bëj pjesë tek ata që i kanë shërbyer PD-s vetëm në opozit. Edhe unë kam pjesën time të fajt, që nuk ruajta dot vjedhjen e datës 8 dhjetor 1990 nga kopist, gopist, spiun dhe komunist prej 35 vitesh. Kur nuk ka guxuar kush prej 34 vitesh tua vjedh komunistëve 8 nëntorin e 1941-shit, 16 shtatorin 1942, 24 majin 1944, as 29 nëntorin në 1944 dhe 5 majin, që formalisht u përkasin gjithë popullit, por me tapi vetëm komunistëve. Bile as 26 qershorin 1991, kur u vaftisën dhe u pagzuan me një tjetër emër nga PPSH në PS, pra hoqën P-n dhe vendosën S-n, ndërsa ne vetëm një 8 dhjetor kishim për ta ruajtur, e nuk e ruajtëm dot, sa na e vodhën komunistët, spionët e tyre, kopistët dhe gopistët e ardhur nga i njëjti stan me ta. Sa roje të dobta pas kemi qenë. Tani ftoj të gjithë kategorinë e hajdutëve të datës 8 dhjetor 90, komunist, enverist, spion sigurimi, kopist, gopist, servil të neveritshëm e llapist, ish hajdut administrate, e kandidat për hajdut kur PD të jetë në pushtet, dhe çdo vemje pa pigment, pa ngjyrë, pa karakter, të më shpallin armik, tradhtar, të shitur, të blerë, shërbëtor, poliagjente, antidemokrat sa të munden. Mjafton që të bie në sy tek me nder udhëheqja dhe grupi i Pampersave të Doktor Kosovës, si të devotshëm dhe luftëtar, të mëdhenj për Republikën e Re të ëndrave të spurdhjakëve të vjetër.